Në jetë ka njerëz të cilët kalojnë në kufirin mes jetës dhe vdekjes. Ka nga ata njerëz që arrin në portën e vdekjes, por nuk e shtyn atë. E tillë është zonja që do të flasi sot. Një sëmundje e beft ka bërë që ajo të kuptojë atë kufirin e hollë që jo çdo kush e njeh. Megjithatë ajo kur shkoi tek ajo porta me vdekjen, nuk e di se çfarë ka folur, por di që nuk e shtyu atë derë, u kthye dhe për çudi nga stuhia doli më fort dhe më me dritë. Cila është kjo zonjë? Fillojmë. Në emër të shikuesit të podcastit më thuaj, të uroj mirëseardhjen Vasilika Tafa. Mirëseardhje. Faleminderit e dashur. Falenderoj për ftesën. Është një ftesë disi e veçantë dhe unë dua ta nis pikërisht atje ku janë pyetjet e vërteta për ty. Sa vjet ke në biznes njerë? Në biznesin, një ndër bizneset është biznes, po mua s'më shkon fjala biznes me librin, me thënë të drejtën. As mua nuk për dhe është. Por sa vite ke që merresh me shtëpinë tënde botuese? Mendoj që në 95-ën ne kemi botuar librin e parë. Kurse me biznes, themi pas viteve 90, kam qenë një vit mësuese në një shkollë të mesme, pas universitetit, edhe jam marrë me biznes, themi libri apo botimesh, por librin e parë kemi botuar që në 1995 dhe është Marco Polo. Një nga titujt ikonik, do të thoja, të shtëpisë botuese, e ruaj me shumë fanatizëm, sepse na bëri si Marco Polo që zbuloi botën, ne zbuluam letërsinë më të mirë të botës dhe shqipe. E kuptoj. Që në vitin 95, do me thënë i bie rreth sa? Afërsisht 25-30 vjet. 30 vjet. 30 vjet me botime librash, me përkthime, unë të njoh, kam përkthyer me ty. Por dua të ndalem tek ai momenti që unë thash, kalove në një kufi, që ishte një kufi i jetës me vdekje. Çfarë ndodhi me shëndetin tënd dhe sa vjeçe ishe? Kur ka ndodhur? Ka ndodhur në 2014. Pra në 2014. Në 2014, unë besoj në atë kohë kam qenë një grua aktive, me shumë ëndra, me shumë dëshira, të cilat dëshirat lidheshin jo vetëm me punën, por edhe me fëmijët. Në ato momente djali jon diplomoi në Torino, edhe unë kuptova që unë isha në një gjendje të cilën nuk munde dot të merja atë gëzim që mezi e kisha pritur. Ai diplomoi dhe ishte një nga diplomat më të bukura që ndodhen në atë vit. I u ekspozua puna vetë portreti në një nga muzet më të rëndësishme të automobilave në Torino. Dhe unë nuk merja do të kënaqësi, vetëm, do me thënë, kisha një moment të vështirë shëndetësor. U diagnostikova me një sëmundje goxha të vështirë. Ishte një tumor në kokë. Ishte një gjendje e cila vuri në alarm gjithë familjen. Fëmijët u çorientuan, vajza ishte adoleshente, djali nuk arriti dot të gëzonte suksesin. Gëzimi, themi, u transformua. Bashkëshorti u transformua, sepse ne punonim dhe bashk. Në atë lidhjen tonë, ndoshta për mua më të shkëlqyerën, secili ka mendimin e vet për raportet e veta, e vura në vështirësi gjithë familjen, por e mbajta brenda mureve të familjes time. Sa kohë ishte kjo vendimarrja? Sa kohë kishe ti? Unë rreth 2-3 muaj, deri kur vendosa ku do të operohesha. Sigurisht, në operacionin e kam kryer në Itali. Pra ti duhet të operoheshe, nuk ishte asnjë zgjidhje tjetër. Por ishte në fazë terminale apo çfarë? Ishte në një fazë shumë të agravuar, sepse siç duket nga puna ime e përditshme, unë gjithmonë atë rëndesën e kokës, dhimbjet e mëdha, ja kisha vënë lodhjes, sepse vërtet lodhesha. Pra ti kishe pasur simptomat? Patjetër që kisha, por në një moment emotiv, emocional, që ishte ceremonia e diplomimit të gejsit, aty, do me thënë, ndodhi gjithçka. Unë u fika. Të ratifikët dhe ti humbe? Dhe humba. Do me thënë dhe u diagnostikova me një herë atje ku isha, në Itali. Ishte një mas?
ishte një masë. Do me thënë masë e madhe që nuk kalonte, as me Kimioterapë, absolutisht jo. Duheshe patjetër një ndërhyrje kirurgjikale. Sigurisht bëra disa vizita për të vendosur se ku. Edhe një nga gjërat cilat unë e ruaj si brenda vetes si një gjë të shenjtë është mirënjohja. Dhe megjithëse duhet të flas për veten, unë them që në këtë rast duhet të flas për një mjek të jashtëzakonshëm. Ai është italian, por është edhe një mjek i cili operon në gjithë botën. Ai quhet Giuseppe Catapano. Unë sërish e falenderoj. Është nga njerëzit e rëndësishëm të jetës time, i cili në një takim të parë, pasi më diagnostikoi dhe më sqaroi rëndësinë e madhe që kishte ndërhyrja kirurgjikale, më tha, a mundet dot që ne ta ndihmojmë njëri tjetrin? A mundet dot që ti të më ndihmosh mua? Unë nuk po kuptoja se si mund të ndihmoja një profesionist aq të zotin. Edhe i thash, patjetër doktor, po ç'është duhet të bëj? Duhet të kesh besim, tha. Patjetër. Unë pata jo besim, por i thash, atëre mund të them një fjali? Unë mund të hyj në operacion që sot. Atëherë tha, ju e keni fituar gjysmë betejën, sepse gjysma tha, ngelet ajo se çdo të na ndodh atje. Sigurisht ishte një ndërhyrje gjatë, 12 orë operacion. Pra mbas 2-3 muajsh, në familje u diskutua, ti the nuk doli jashmërve të shtëpisë. Pra, njerëzve të tu të dashur të familjes. As në nëstime. Nuk ja the. Nuk ja thash. Pse, shiko, nuk është era e parë që e dëgjoj këtë. Ka shumë gra që ja dalin, por nuk përfshin nënat, familjen, çfarë ndodh? Pse? Pse e bëre këtë? Nëna ime ishte një grua e cila dhe është, sepse jeton në di dhe ti shkon për herë takon. E cila do të jetonte dramën time, por mund të ndodhte edhe asaj një dramë më e madhe, sepse ishte shumë e sëmur nga zemra. Pra doja ta mbroje ti. Do me thënë doja ta mbroja. Sigurisht që do vinte një moment që ajo do ta merrte vesh, po pse duhet të jetonte me atë para operacionin tim. Madje unë bëra edhe një tjetër, do me thënë, sajova dhe diçka që e çova edhe me pushime. Kur unë u operova, nëna ime nuk ishte as në Shqipëri. Dhe kur ne u kthyem të dyja bashkë. Pra duhet të nuk përfshive asnjë njeri. Jo, asnjë njeri, sigurisht informacion të ëllësishëm kishte vetëm me motor. 2 fëmijët dhe gëzimi. E qartë. Mendoj që kam bërë zgjidhjen më të mirë. E qartë. I mbrojte, pra duket sikur në një kulturë tjetër, unë kam jetuar në Amerikë tjetër, kulturalisht ata janë të ndryshëm. Ata e ndajnë çdo gjë me njëri tjetrin, por ajo që vëre unë atje është që pala që ti thua hallin nuk tronditet se ndoshta ti ke pasur pikërisht këtë, nga një hall do mbëhen 2, sepse këta do tronditen kaq shumë sa s'do marrin veten. Atje kulturalisht pala që dëgjon që ka një shqetësim të kësaj natyre, menjëherë mobilizohet që të qetëson njeriu që ka problemi. Ndoshta kulturalisht nuk jemi pak të ndryshëm ne. Si shqiptar flas, se si e vetmja, kam dëgjuar të thash shumë zonja, shumë vajza që kalojnë traumat forta vetëm shtëpia mos të përfshihet se nuk mundemi do të durojmë dhimbjen e tyre të asëm, apo t'ju shkaktojmë të dhimbje. Shiko, edhe mundet të jetë edhe kjo, por ndoshta ne jemi pak më të lidhur emotivisht, do me thënë emocionalisht me njëri tjetrin, me thënë nuk e mbrojmë aq shumë veten për të mos u përfshirë tek problemi tjetrit. Ne jemi të përfshirë, me thënë unë kujtoj që edhe një problem më të vogël po të ketë motra, po edhe kushërirat, po edhe një mikë e ngushtë që ke, ne gjithë ditën nuk e kemi të qetë vetë, do me thënë e jetojmë problemin e tjetrit. Aq më tepër që unë e mbrojta emocionalisht, sepse e njofti më, është shumë e ndjeshme. Ajo do t'ishte, do me thënë, do t'kishte pësuar diçka dhe kur unë do shpresoja dhe shpresoja, kur shkova të operoj, që unë do t'a kaloja, do njifej me realitetin, pra do t'ja thoje një moment të dytë.